po ti po mendosh të martosh me njëri, really mendohu. Se më vjeni natë kur njerëzit që janë e ri thojnë, po nuk punohet mirë, unë marr divorce edhe unë vazhdoj me jetën time. Okay, like divorce is the worst thing. Po ke fëmijë, divorce is the fund of your marriage, familjen, traditions, everything. Për mua, unë mendoj që ajo është the worst thing that could happen. Se prindërt tim janë divorcuar, and familje just prishet, është very fort, është very ugly. Prindërt e mi nuk e bërën divorcën si Amerikanët, really. Që Amerikanët ulen edhe flasin me fëmijët, unë do jetoj këtu, babi do jetoj, jo, unë familje shqiptarë s'janë kështu. Divorcën e prindërt tim ishte jo mirë. Por kush ti martosh, do bëj fundi e jetës o do plotësoj jetën. Është the biggest mistake or the biggest blessing you can make në jetën tënde. Please mendohu, po takosh një burr o një gocë, edhe për 2 javë, ti po mendosh, unë do martoj këtë njëri, prit kur jeni një argument, edhe ajo janë shumë mërzitur, edhe ti duhet shikosh si sillen. Juve më thoni, pse flasi shumë për shokun tënd, e kuptojmë që je fejuar. Jam fejuar. Po unë kam qenë me shokun tim për gati 7 vit. Unë e di shokun tim 100%, jemi bashkuar 15 vjeç. Por më thoni si mendoni për këtë gjë, ju dua shumë edhe do shkoj t'i bëj flokët. Ciao!